Kosova feston sot 18 vite pavarësi, me sfidash të reja ekonomike dhe gjeopolitike, në një kohë kur figura të rëndësishme për lirinë si Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi janë përballë një gjyqi vendimtar në Hag. Krerët e shtetit dhe jo vetëm uruan ditën e pavarësisë në mesazhet e tyre për bashkimin, teksa nderuan të gjithë ata që luftuan për një Kosovë të lirë. Presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe kryetaria e Kuvendit Albulena Haxhiu morën pjesë së bashku në ceremoninë e ngritjes së flamurit. I uroj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës për 18 vjetorin e pavarësisë së shtetit tonë sovran e të pavarur. Është një ditë ku të gjithë bëhemi bashk në radhë të parë për të festuar këtë përvjetor të shtetit tonë të ri, i cili tashmë po hyn në moshë të pjekurisë dhe në të njëjtën kohë bëhemi bashk për të përkujtuar të gjithë ata që sakrifikuan gjithçka në mënyrë që ne sot ta gëzojmë shtetin. Para 18 vjetëve lindi pavarësia e Republikës së Kosovës, por lindi e pjekur. Me qenë se shumë breza të veprimtarëve, mbar populli ynë me gjenerate të panumërta, ka kontribuar, është sakrifikuar që ne të jemi të lirë dhe të pavarur, të kemi shtet demokratik dhe sovran. Sot festojmë, por njëkohësisht edhe nderojmë rezistencën paqësore, kryengritjet armatosura, të cilat kulmuan me luftën e drejtë të ushtrisë qëndrore të Kosovës. Kurti, Osmani dhe Haxhiu mbajtën gjithashtu homazhet e varri i presidentit Ibrahim Rugova dhe në varrin e Adem Demaçit, një nga figurat më të shquara të pavarësisë. Homazhet vazhduan më pas në Prekaz, në nder të sakrificës së familjes Jashari për pavarësinë e Kosovës. Kryeministri Edi Rama uroi ditën e pavarësisë me foto nga vizita e tij në Kosovë një ditë më parë, teksa shprehu keqardhjen që nuk mund të jetë në marshimin e organizuar në mbështetje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mesazhe urimi erdhën edhe nga përtej oqeanit. Sekretari i Shtetit Marco Rubio në urimin e tij riafirmoi mbështetjen e palëkundur të Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Ndërsa Kosova shënon këtë përvjetor të rëndësishëm, mezi presim një bashkëpunim edhe më të fortë në vitet në vijim. Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me Kosovën, ndërsa ajo vazhdon të ndërtojë një të ardhme të sigurt dhe të begatë. Dita e pavarësisë u shoqërua edhe me një paradë ushtarake në qendër të Prishtinës. Njësi të forcës së sigurisë së Kosovës dhe të policisë marshuan me pajisje ushtarake. Edhe pse një ditë feste, ky 18 vjetore gjen Kosovën përballë një gjyqi historik në domat e specializuara në Hag, ku 4 nga figurat më të shquara të luftës çlirimtare ndodhen prej vitesh në paraburgim. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi janë në fazën vendimtare të gjyqit, ku pasi të marrin fjalën ditën e nesërme para gjyqtarëve, do të jenë në pritje të vendimit. Ky 18 vjetore gjen Kosovën gjithashtu pas një viti të vështirë, ngërçi politik që e la vendin pa qeveri dhe institucione dhe solli krisje të raporteve me aleatët perëndimor, teksa Kosova rritet si shtet dhe sfidat bëhen më të mëdha për kompromis, bashkëpunim dhe përgjegjësi politike dhe institucionale.